Dalemi tani në të tjera zhvillime, do të shkojmë në Lezhë, në raportimin e kolegut ton atje Elvisila, pasi tashmë ka nisur sezoni turistik në vendin ton në të gjitha zonat bregdetare dhe bregdeti i Lezhës është një prej bregdetve që pothuajse në sezonet turistike gjatë verës pret një numër të konsiderueshëm të pushuesve jo vetëm nga Shqipëria dhe sidomos të shumt nga Kosova, por edhe turistë të huaj. Por me nisjen e sezonit turistik edhe në Lezhë, padyshim që ka nisur edhe kontrollet. Përshëndetje Elvis, cilat janë, le të themi, problematikat që pothuajse çdo vit hasen gjatë sezonit turistik dhe masat që merr Bashkia e Lezhës, ku një ndër to besoj janë edhe zënia në mënyrë paligjshme, pra e plazhit publik. Ju përshëndes nga Shëngjini Nertil, në fakt me nisjen e sezonit turistik ka nisur tashmë edhe zbatimi i masave të ndërmarra nga ana e institucioneve përgjegjëse në lidhje me mbarvajtjen e sezonit turistik, ku në fokus është rregulla i pasërtia, por edhe siguria për pushuesit. Që prej ditës së djeshme, strukturat e Bashkisë së Lezhës në bashkëpunim edhe me Policinë e Shtetit kanë nisur një aksion përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit nga rana hedhur deri në Kune për të mos lejuar zaptimin e hapësirave publike nga ana e subjekteve të ndryshëm të cilët nuk kanë leje përkatëse. Konkretisht, ditën e sotme është operuar në zonën e Ranës së Hedhur, ku është ndërhyrë në largimin e shazllonave të cilët ishin vendosur kryesisht nga beach baret, çka me vendimin e ri të Këshillit të Ministrave është ndaluar diçka e tillë dhe plazhi do të shfrytëzohet vetëm nga hoteleritë të cilët operojnë përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit, një dhomë, 2 shezllone, duke i referuar pra edhe asaj VKM, por siç duket subjektet e tjera të cilët operojnë përgjatë vijës bregdetare pavarësisht paralajmërimeve nga ana e Bashkisë së Lezhës kanë vijuar duke zaptuar hapësirat publike në mënyrë të padrejtë dhe pas paralajmërime Bashkia e Lezhës tashmë në koordinim me Policinë e Shtetit ka nisur një aksion përgjatë gjithë vijës bregdetare të Shëngjinit dhe më pas do të vijohet edhe me bregdetin e Talës për të parë pra zbatueshmërinë e masave të cilat tashmë janë vendosur dhe ajo çfarë është më kryesorja është fakti se nuk do të lejohet që askush të mos zbatojë ligjin dhe hapësirat publike do të lirohen dhe do të shfrytëzohen normalisht nga ana e hoteleve të cilët janë të përcaktuara me ligj, ndërsa pjesa tjetër e plazheve publike do të menaxhohen nga ana e bashkisë përmes një shoqërie aksionere e cila është ngritur për këtë qëllim. Mirë, e ndjekim çfarë ka thënë kreu i Bashkisë së Lezhës, Pjelin Dreu, dhe rikthehemi sërish së bashku. Pra ka folur nënkryetari i Bashkisë të Lezhës dhe rikthehemi sërish së bashku. Sezoni turistik në Shëngjin dhe Tale ka filluar dhe Bashkia e Lezhës ka ngritur gjitha strukturat e saj për mbarvajtjen e sezonit turistik. Sot ne po bëjmë një nga aksionet tona për lirimin e hapësirave të rërës të zaptuara me shezllone që nuk janë me leje, pra kanë zaptuar hapësirat publike. Kemi ngritur strukturat për inspektime të vazhdueshme. Sot po procedojmë me masa administrative ndaj këtyre subjekteve që kanë vendosur shezllone, çadra. Jemi në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe besoj se brenda javës ky fenomen do të zhduket plotësisht në gjithë bregdetin e Shëngjinit dhe Talës. A do të ketë monitorim të vazhdueshëm sepse tendenca është në pikun e sezonit dhe mund të synohet ndoshta duke parë vëmendjen e ulur që ndodh. Megjithse deri diku kemi arritur bashkëpunimin me strukturat akomoduese dhe ato që janë pajisura me leje, ka tendenca për të abuzuar, por ne kemi ngritur strukturat për të pas investigimet çdoditshme. Është krijuar edhe shoqëria Plezha Invest SHA, e cila merret edhe me menaxhimin e plazheve publike që do të ofrojë pushuesve akomodimin me çadra dhe shezllone dhe normalisht që do të ketë edhe inspektimin e ditëpërditshëm, pastrimin, monitorimin dhe çdo gjë që pushuesit të gjejnë komoditetin që meritojnë. Edhe diçka të fundit, duke qenë se ka tendenca, a duhet një apel që të mos e synojnë sepse përveç gjobave administrative edhe sekuestra duket se janë pashmangshme. Atëherë ne i kemi paralajmëruar 2 herë, sot kemi shpjegova, sot kemi filluar me masa administrative dhe
shpresoj të mos arrim deri në ato masa që të arrim me sekuestro. Gjithsesi, ne jemi nga dishmëri, bashkëpunimin e kemi gjitha strukturave, taksave, policisë bashkiake, bashkëpunim policinë e shtetit. Kështu që ne do jemi ditë për ditë në monitorim deri me datën 1 shtator. Ndërkohë, Elvis, sa përqind këtë vit, duke qenë se e plazheve publike do jenë në funksion të pushuesve, duke qenë se tashmë është krijuar dhe një shoqëri që do të menaxhohet nga ana e bashkisë për plazhin publik në Bregdetin e Shëngjinit? Duke i referuar hartës e stacioneve të plazhit, janë mbi 80% e Bregdetit, të cilat tashmë do të jenë publik dhe do të menaxhohen nga ana e shoqërisë aksionere, e cila është krijuar nga Bashkia Lezhë për këtë qëllim, pra nga Rana Hedhore deri në Bregdetin e Talës, ndërsa është aplikuar dhe do të shfrytëzohet nga ana privatit vetëm 20% ose e thënë ndryshe 50 stacione plazhi, pra do të shfrytëzohet nga ana e hotelerive, të cilët zbatojnë të gjitha ato rregullat të përcaktuara nga VKM-ja e re për stacionet e plazhit, ndërkohë që monitorimi do të jetë i vazhdueshëm dhe siç tha edhe vetë nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Fatjon Zefi, nuk do të ketë tolerime ndaj shkeljesve të ligjit. Ditën e sotme janë ndërmarrë edhe masa administrative ndaj beach bareve, të cilët kanë vendosur shezllonet, çka nuk është ndaluar, pra pasi plazhi do të shfrytëzohet vetëm nga ana e hotelerive dhe pjesa tjetër do të jetë plazh publik që do të menaxhohet nga ana e Bashkisë së Lezhës, dhe monitorimi do të jetë i vazhdueshëm përgjatë gjithë sezonit turistik për të ndaluar diçka të tillë, pasi janë paralajmëruar më herët edhe nga ana e strukturave të bashkisë këto njësi të cilët operojnë përgjatë Bregdetit, se nuk do të ketë tolerime dhe nuk do të lejohet që të vendosin shezllonga konform, pra në kundërshtim me VKM-n e përcaktuar. Ndërkohë, duke u nisur nga temperaturat e larta të ditëve të para të muajit qershor, ka nisur le të themi turistët apo pushuesit e parë, apo më shumë numri më i lartë është gjatë fundjavës? Normalisht me nisjen e muajit shtator ka një rritje të numrit të pushuesve përgjatë vijës bregdetare të Lezhës nga Rana Hedhur deri në Tale, pavarësisht se nuk janë në ato pritshmëri të operatorëve turistik, pak nga kontaktet që unë kam patur ditën e sotme, ndoshta edhe moti i paqëndrueshëm i kohëve të fundit ka ndikuar në këtë drejtim, por duhet thënë se të paktën prej një jave rajoni i Lezhës është karakterizuar nga temperaturat e larta, çka po jep mundësi të gjithë atyre të cilët duan të shijojnë Bregdetin. Janë kryesisht tashmë pushues ditor dhe duke nisur nga java, nga kjo fundjavë në vijim, pritet që të ketë edhe pushues të cilët tashmë do të nisin zyrtarisht edhe pushimet verore në Bregdetin e Lezhës, pasi duhet thënë se sezoni turistik është hapur zyrtarisht prej gati 2 javësh dhe normalisht janë marrë të gjitha masat që gjithçka e qartë. Mirë, faleminderit Elvis për të gjitha këto informacione që na përcollën në këtë raportim të drejt për drejt nga Lezhë. Do të jemi dhe do të ndjekim pa dyshim me lidhjet tona të drejt për drejta sezonin turistik që tashmë ka nisur në vendin ton, por që këto muaj si mesi qershorit, korriku dhe gushti është piku i tyre nga veriu në jug të vendit.